Një funeral është gjithmonë një kohë e zynë për reflektim dhe trishtim. Rrallë kemi ndonjë arsye për të ndaluar ceremoninë, por funerali i Emës ishte ndryshe. Ndërsa ajo qëndronte në arkivol, zbulimi papritur i djalit të saj ndaloi funeralin dhe zhyti ceremoninë në kaos. Emma dhe motra e saj më e madhe, Margaret, mbetën jetime në një moshë shumë të re. Ajo duhet të mësonin të siguronin dhe të kujdeseshin për njëra tjetrën. Kur Emma u rrit dhe gjeti një punë, ajo takoi një biznesmen të ri të quajtur Liam. Ata filluan marrëdhënien e tyre si partner biznesi në fillim, por shpejt zbuluan se ishin të tërhequr nga njëri tjetri. Liam u përpoi shtajosh pa pushim, por ajo refuzoi përparimet e tij. Megjithse fluturat në stomakun e saj fluturonin sa herë që Liam ishte pranë. Ajo do të mbetej vetëmike, por Liam nuk u dekurajua nga refuzimet e saj. Përkundrazi, ai intensifikoi përpjekjet e tij. I tha Emës se ishte i vendosur ta bënte atë gruan e tij. E çoi në udhëtime me yacht, takime të shtrenjta dhe aventura luksoze. Gjithashtu i blinte buqeta të mëdha me lule dhe çokoladata. Por Emma kishte frikë nga një lidhje, sepse motra e saj më e madhe, Margaret, kishte kaluar nëpër një divorc të tmerrshëm. Emma kishte qenë e vetmja që e kishte ngushëlluar, kështu që e dinte nga afër si do të ndihej nëse Liam do ta braktiste. Pas një viti propozimesh të vazhdueshme, Emma më në fund pranoi të dilte me Liamin. Ajo ishte e lumtur që gjeti forcën të ndiqte zemrën e saj. Megjithatë, Margaret nuk mendonte njësoj. Je sigurt që ai vërtet të do? Po sikur të jetë një mashtrues, pyeste ajo her pas here. Emma nuk mund t'i përgjigjej pyetjeve të motrës. Ajo i qetësoi frikrat dhe siguroi Margaretin se Liam ishte i sinqert dhe nuk kishte motive të fshehta. Marrëdhënia e tyre vazhdoi lumturisht për ca kohë, derisa Emma zbuloi se ishte shtatzën. Ajo friksua pak, sepse nuk e kishte planifikuar të mbetej shtatzën kaq shpejt. Personi i parë që i tregoi Margaret, e cila u gëzua, por gjithashtu u shqetësua shumë. Ajo ende nuk e meritonte Liamin si një djalë të mirë. Ka diçka tek ai që më bën të dyshoj, nuk mund ta shpjegoj, i tha ajo Emës. Liam nga ana tjetër u entuziazmua nga lajmi i shtatzanisë, ngriti Emën lart në ajër dhe e rretulloi në dhomë. Të nesërmen ai bleu një buqetë të madhe me lule dhe i premtoi ta çonte në një kruiz egzotik pas pak ditësh. Ata shkuan për një fundjavë luksoze dhe kaluan një kohë të mrekullueshme, por mëngjesin e nisjes, Liam papritmas u zhduk. Emma priti dhe priti, por nuk e pa më kurrë. Për çudinë e saj më të madhe, Liam kishte prenotuar fluturime dhe dhomën e hotelit me një emër të rrem, kështu që ajo nuk mund ta raportonte të zhdukur, pasi ai nuk ishte qenë fare në udhëtim. Emma mbeti e shokuar. Kur u kthye në shtëpi, u mbyll brenda për ditë të tëra. Disi ajo priste që Liam të trokiste, duke thënë se gjithçka ishte një shaka, por ai kurrë nuk e bëri. Ajo shkoi në kompaninë ku ai punonte, vetëm për të zbuluar se Liam e kishte ndërprer kontratën disa javë më herët, rreth kohës kur ajo i kishte thënë për shtatzanin. Ajo hoqi dorë dhe telefonoi, por numri i tij ishte i çaktivizuar. Margaret u tundit gjithashtu kur zbuloi për zhdukjen e Liamit. Edhe pse nuk e pëlqente, ajo kurrë nuk ishte pritur që ai të bënte një gjë të tillë. Ajo e ngushëlloi Emën dhe i tha të mos shqetësoj për rritjen e fëmijës. Fëmia yt është dhe imi, unë do të jem gjithmonë këtu për të të mbështetur ty dhe beben tënd, e siguroi Margaret. Emma vazhdoi jetën dhe me kalimin e kohës filloi një biznes të ri me parat që ajo dhe Liam kishin kursyer për dasmën. Ajo ndoqi disa trajnime që ndihmuan në biznesin e saj. Gjithashtu u sigurua të ishte në dijeni të gjitha tendencave aktuale. Me këto, Emma ishte gjithmonë përpara në kurbën e biznesit dhe u bë shumë e suksesshme. Ndërkohë ajo bënte gjithçka duke u kujdesur për djalin e saj, Andrew. Më vonë, stresi i punës dhe kujdesi për Andrew filloi të rëndonte Emën. Ajo shpesh ndjente simptoma të sëmundjes dhe nuk mund të merrte frymëlirisht me shëndetin e saj. Margaret gjithashtu u shqetësua dhe i këshilloi Emës të prenotonte një vizitë te mjeku përpara se simptomat të përkeqësoheshin. Pas një seri e testesh, mjekët e këshilluan të pushonte nga jeta e biznesit për ca kohë. Ajo i kishte mbingarkuar veten dhe ishte në prag të kolapsit. Emma ndoqi udhëzimet e mjekut për një kohë të shkurtër, përpara se të vendoste të kthehej në punë. Të qenit pa punë e bënte të mendonte për Liamin. Ajo dukej se po ja dilte mirë për ca kohë, por simptomat filluan sërish dhe kësajherë ishin shumë më të rënda. Në atë kohë Andrew tashmë ishte 8 vjeç, kështu që një ditë Emma e uli dhe i tregoi për baban e tij, Liamin. Ai ishte shumë i vogël për të kuptuar gjithçka që ajo tha,
por Emma e dinte se do të kishte kuptim për të kur të rritej. A do të ndodhë diçka, mami? Pyeti Andrew. Jam pak e sëmur zemër, por gjithçka do të jetë mirë, e siguroi ajo. Disa ditë më vonë Emma u rrëzua ndërsa ishte në punë. U dërgua në spital nga punonësit e saj, por ishte tepër vonë. Ajo kishte ndërruar jetë. Andrew dhe Margaret qanë gjithë natën kur mësuan për vdekjen e Emës. Disa javë më vonë një burr ju afrua Andrewt ndërsa ai po rrinte në obor. Burri tha: "Emri im është Liam. Nuk e di si do ta marrësh këtë, por unë jam baba yt." Andrew mbeti i ngrirë. Nuk mund ta besonte se njeriu që shndronte përpara tij ishte i njëjti person për të cilin nëna e tij kishte folur disa javë më parë. "Nuk e di çfarë të ka thënë nëna jote, apo çfarë ke dëgjuar për mua, por unë nuk jam njeri i keq," vazhdoi Liam. Ndërkohë Margaret i kishte parë nga dritarja dhe varpoi poshtë për të larguar Andrew nga Liam sa më larg të mundej. Ajo i tha fjalë të rënda dhe i premtoi se do të thërriste policinë nëse e gjente sërish në pronë. Para se të largohej, Liam kërcanoi se do të kthehej dhe askush nuk do ta mbante larg nga djali i tij. Liam nuk u shfaq përsëri deri në funeralin e Emës. Ai hyri në kishë me policinë dhe një urdhër gjykate që thoshte se mund të fliste me djalin e tij pa pengesë. Margaret nuk mund të bënte asgjë veç se të shikonte pafuqishme. "Më vjen keq për mënyrën si u prezantova me ty më herët dhe për faktin që nuk kam qenë në jetën tënde gjithë këtë kohë. Nëna jote nuk më lejoi të shija apo të afrohesha me ty. Ajo të fsheu nga unë dhe më duhet të prisa për një mundësi si kjo për të parë," tha Liam. Por djali i vogël që rrinte pranë tij duke i hutuar. Margaret ndjeu se kishte kaluar mjaft kohë bashkë dhe kërkoi që Liam të largohej. Ai refuzoi dhe filloi një përplasje mes tyre. Policia ndërhyri për të ndarë, por Liam nuk ishte mbaruar ende. Ai nxorri menjëherë një urdhër gjykate që e bënte atë pronarin e ri të biznesit të Emës. Liam këmbguli se Emma kishte përdorur dhe kursimet e tij për të financuar kompaninë dhe nxorri gjithashtu dokumentet bankare me emrat dhe detajet e tyre. Kjo ishte një goditje e madhe për Margaret. Ajo nuk dinte si të përgjigjej dhe gjithçka që bëri ishte belbëzonte pas pretendimeve të Liam. Në atë kohë shumica e njerëzve të pranishëm në funeral ishin jashtë duke parë gjithë skenën. Ndërsa përplasja vazhdonte, Andrew vrapoi te arkivoli dhe përqafoi fort trupin e nënës së tij, duke u përpjekur të merrte forcë për saj. Ndërsa e bënte këtë, ai vuri re diçka të çuditshme në arkivol, që i tërhoqi vëmendjen Margaret. Funerali u ndal. Andrew këmbguli se kishte parë disa letra të futura në dekorimet e brendshme të arkivolit të nënës së tij. Këto letra kishin emrin e tij të shkruar me shkronja të mëdha. Ato rezultuante ishin testamenti i Emës dhe dokumentet bankare. Kur Emma kishte për të nisur biznesin e saj, ajo kishte tërhequr kursimet e tyre ashtu siç tha Liam. Megjithatë, ajo i kishte kthyer paratë dhe i kishte bërë Liamin të vjetmin nënshkrues të llogarisë bankare. Prandaj ai nuk mund të pretendonte se ishte bashkëpronar. Liam kishte falsifikuar dokumentet bankare dhe siguroi që ato të mos përmbanin detajet e transaksionit ku Emma kishte kthyer paratë. Megjithatë, testamenti zbuloi të vërtetën dhe tregonte se Andrew ishte i vetmi trashëgimtar i biznesit të saj. Ai do të merrte pronësi kur të mbushte 21 vjeç, dhe ndërkohë Margaret do të merrte përsipër drejtimin e kompanisë. Kur policia kuptoi mashtrimin e Liamit, e arrestuan menjëherë. Liam humbi dy gjëra atë ditë: paratë që kishte shpresuar të merrte dhe mundësinë për të falur ndonjëherë nga djali i tij për sjelljen e tij të tmerrshme. Siç kishte premtuar vite më parë, Margaret vazhdoi të kujdesej për fëmijën e motrës së saj dhe së bashku ata nderuan kujtimin e saj për gjithë jetën e tyre. Pra, çfarë mendoni për këtë histori? A jeni mashtruar apo ngënjur ndonjëherë nga një person që mendoni se ju donte? Na tregoni në komentet më poshtë. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi herën tjetër.